Më datë 21 mars 2025 nga ora 14 deri në orën 22, punonjësit e policisë nga SPB Tetov kanë kryer kontroll në zonën qendrore të qytetit në Tetov. Në 3 raste kanë konstatuar transport pasagjerësh pa licencë të rregullt. Me këtë rast bëhet fjalë për automjetin Golf me targa të regjistrimit të Tetovës, drejtuar nga personi NSH 60 vjeçar nga fshati Qellopek, automjetit Touran me targa të Tetovës, i drejtuar nga BA 54 vjeçar Reqice Vogël, dhe automjeti Opel Vectra me targa të Tetovës, i drejtuar nga SS 57 vjeçar nga Tetova. Pas dokumentimit të rastit do të përgatiten parashtresa përkatëse sipas nenit 284 të Kodit Penal. Në ora 17:55 në SPB Tetov është raportuar se në rrugën Video Smilevski Bato, në afërsi të rreth rrotullimit me rrugën Vëllezërit Miladinovi në Tetov, automjeti Golf me targa të Tetovës, i drejtuar nga EJ 31 vjeçar nga fshati Qellopek, ka aksidentuar një këmbësor të mitur nga fshati Saraqin. Në aksident, i mituri ka pësuar lëndime të rënda trupore, të cilët janë konstatuar në Spitalin Klinik të Tetovës. Kontroll në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi nga SPB Tetov.